o Zotot, unë knaqa, unë myta të bo gjunahe, ama ti hici të mdënu. Ka qenë një njëri që ka bo vazhdimisht gjunahe. Ka bo gjunahe, su ka ndalë për gjunaheve, edhe një dit i qonë dur, thot, o Zotot, unë knaqa, unë myta të bo gjunahe, ama ti hici të mdënu. Edhe në moment, Zoti e frymzon, edhe i fol kujna, i fol njënit i pejgamberëve të asaj kohe që ka qenë, edhe i thot, thuj që ati njerit, në vëllon që është u thonë, thuj që ati njerit, unë ta kam dalë ti lezetlëkin e ibadeteve, lezetlëkin e faljes, lezetlëkin e adhurimeve të Allahit, a paka të tu duk ti që ta kam dalë lezetlëkina. Në vëllon, kur e sheti që ke qasi se Allah Azza wa Jall, ti dënon edhe ti si të ndjej, Allah një pi dënimeve që ja çon njerëzve, për që bojnë gjuna e vazhdimisht dhe që s'nalen, është që atja u ndalë, subhanallah. Ashtu ja u ndalë kanë lezetlëkin e adhurimeve. Për shembull, ti falesh non stop, ama hiç se ndjen lezetlëkin. A di sa e rrezikshme kjo pjesë? Do ti falesh vazhdimisht, ti ban adhurime, ti ndoshta xheron, ama ket mësimi e zori çon punë, ti shkon xhami, për shembull ti shkon xhumë, jo më shkon xhumë ti më marr një mesazh xhumas, po shkon xhumati që mos u thon familja se falet xhumajen. Nëse ki që shtu i ban me Zot, ta di se zemrën e ki shumë të smut, ama ti ala se ki kuptu realitetin e smujës tane.